për pasojat e varfërisë, e që ai i bekuar e cekit hadith pra runa Zot, më ruaj o Zot prej varfërisë, e lidh pas mos besimit kufrit, nga se varfëria shumë herë e shtyen njeriu të bëj punë të liga, të cilat mund ta çojnë edhe në dalje nga feja, nga dini, mu ashtu se thati me shit edhe më të shtrajtën të cilën e çmon e posedon apo të cilën e ka ai individ. E pasojat e varfërisë janë të hatashme, janë të mëdha, janë të pafundshme. Ndashme ripasojat e varfërisë nga ana nga ana e arsimit, dashmerën nga ana shëndetësore, dashmerën nga ana ekonomike, dashmerën nga ana politike, dashmerën nga ana sociale, dashmerën si individ, si familje dhe si shoqëri krejt, se cila prej tyre veç e veç gjenë kallabllak faktor të cilët të destabilizimit dhe që rregullimit të individit dhe të shoqërisë nga fukaralloku i madh. Se cilin prej tyre ta mërsh, nësë janë nga arsimi atje, çka ta mërmendja tyhe, një familje e cila me zër, me pikë të zorit, e ja siguron fëmijëve të vetë kafshatën e bukës. Qysh ka me mendu për shkollim?